Përshëndetje nga fshati Krushe e Madhe, sot bëhet përorimi i shtëpisë muze Herojit Popullit Baramcuri. Baramcuri, gjatë internimit familjes Surri, ka rastis me lind Krushe të Madhe në pjesën andej. Familjen e Baram Tahos, Baram Hotit, edhe babai i tij sipas legjëve dhe emisionit të vëshos që po e ka përgëzu me emrin e Zotit Shpijës Bajram. Në ora 15 në reti, vinjet kur themeli i Kullës, ku ka qenë i sistemuar UÇK-ja pas ofenzives të verës, pasi retia ishte një nga fshatrat e djegura në ofenziven e verës, dhe dy komandantët legjendar Toni e Mici e kanë rithemelu UÇK-n, edhe nga aty ka fillu prej fundit shtatorit kërë në rikëthyje, ka fillu retia dhe UÇK-ja prap pas humbjes që pat në ofenzivën e verës. Nesër shënohet 26 vjetori i çlirimit Traovesit. Domethënë ka shumë ngjarje, ju më presim në ora 6 mramje sot. Shpërndahen librat për 200 të intervistuarit rreth masakrës të Krushës. Domethënë janë të incizuara, mirë po janë vendosa dhe libra. Tash ju përshëndesim e me tash po him në shtëpinë muze. Këta janë misafir nga tropoja Shqipërisë. Bajramcur, emri yt s'harrohet kur, se ki lindur malet thona dhe harron për jetë Kosova. Ja, këtu ku është edhe emrin, domethënë që jo kom ofru materiale. Këtu i kema dhe gazetarë të RTK-s që çdo ngjarje e përcjellin. Ceremonia është në ora 11. Nxënësët më të mirë të shkollës që e mban emrin e herojit Popullit Baramcuri, po ashtu edhe ansambli shoqëria kulturore artistike në fshatin Krushe e Madhe e ka emrin e Baramcurit, ndërsa paremat të shkollës në atë kohë ka vendosur Këshin Hoti. Përshëndetje nga Krusha e Madhe, jem të ditë qershorit, ditë nxehta, ku shënohen ditët e çlirimit Kosovës. 26 vite më parë, Kosova fitoi lirinë, një e arritur që ëndër ishte. Këtu janë misafir nga tropoja, cilët kanë ardhur në vizitë Muzeun e Masakrës të Krushës, ku çdo ditë vinë vizitorë. 100 trupa të djegur, 7 fëmijë, 5 grani e rritin në shtatzon, e cile ka pas për fushmëvar. Kjo është pjesa historike e fshatit të ka të vazhdet dhe në vazhdet. Vajza, 3 vjeç, vajza ma, vajza 2 vjeç, vajza 2 vjeç, në vitet 90, profesor në moment master engineer ishte në rrokën dhe 5 studentë, cilët janë lanë studimet për në bashkanit të shtërisë qendrore të Kosovës. Pasi kanë kryer disa muaj ushtrime, kanë pas nevojë për shkollë morallatim në Shqipëri. Gjatë kthimit vinë prit në forcat të së në kohë të makinave. Por
Gjitha këto foto janë blerë nga unë, e kur ku më babën aty. Ja ku i kom se kam në të dëshmorve. Këto foto, këto Bajram Hoti mi ka rronë ka vdekin vjeri, janë familjen e Fetametës, gjithë janë në album të fotot e vjetra. Kjo është në Argofs 1990, provra në Semir Shane, mësus e Lamiu, nga Gjakova, shumica mësusve kanë qenë nga Gjakova. Grupi mësimdhënësve, gjenerati Start, Ismet Nureddini profesori, Ver Shaban, KF Bashkimi, këtu në familjen e Ukshin Hotit, Tezja, Dohonit e u përgadit, Islam Gashi, Idmi Gashi, sa Islam të ashtë fumi vëq, kjo në familjen e Hoti, nga një dhe Raku, i rranë masakrët Krushës, kjo në familjen e Avdyr Bajres, dëshmorit Bekim Gashi, kjo është Ismail Gashi dëshmori. Kjo në familjen Zeqiri, në fakt, Bacauka që në dhonë Ridorave, këtu është dëshmor, dy dëshmorët Argip Hoti, Fardin Hoti, Baca Shemsedin. Kjo në familjen. Ju përshëndes nga Krusha, ju rikujtoj edhe një herë se në ora 18 në 6 në këtë vend para muzeut do të shpërndahen librat për 200 intervistusit sa kemi arrit t'i mbledhëm shok. Janë të incizuar në video, mirë po janë shëndruar edhe në libër që t'i kenë lexuesit. Ju mirëpresim në Krusha dhe ju përshëndesim.